10 libra në gjuhën frënge u dhuruan për studentët dhe stafin e Universitetit të Tetovës nga ana e ambasadorit të paqes Tahir Shabani. Para dhurimit të librave, ambasadori Shabani takoi rektorin e Universitetit të Tetovës Jusuf Zejneli, i cili u shpreh mirënjohës për këtë donacion, duke theksuar se investimi në dije është më i qelluar dhe i mirëpritur. Ai shpreson që studentët dhe profesorët do të përfitojnë një uri shtesë nga librat që u dhuruan sot. Universiteti të Tetovës që e dini që ka një numër të madh të miqve, ashtu sikurse edhe ju në sferën e gazetërisë, ju falenderoj për kontributin që bani gjithmonë për njoftimin e opinionit qytetarëve tanë. Njëkohësisht ndër miqtë tanë është edhe ambasadori i paqes zoti Tahir Shabani dhe njëkohësisht edhe udhëheqësi i Institutit për Demokraci dhe Zhvillim që vepron edhe në Francë. Kështu që në këtë periudhë krahas do thotë afirmimit që i bën punës Universitetit të Tetovës në tërësi në paraqitjet e tyre, aktivitetet, inkurajimin e veprimtarisë së studentëve tanë, po njëkohësisht ambasadori i paqes ka siguruar edhe një pako më të madhe të librave për studentët tanë, për stafin tanë, dhe sot një pjesë e tyre do të dorëzohet në Universitetin e Tetovës, kështu që ne falenderojmë për gjithë këtë kontribut, mirësi, ne zakonisht jemi më të lumtur kur çdo aktivitet kontribut ka të bën drejt për drejt me studentët tanë, për arsye se ne jemi për ata. Ne të tjerët i kemi punët, hallet dhe shqetësitë, por perspektiva është atyre dhe ati do të jetë orientimi fokusi kryesor. Uroj që frankofonia të triumfoj, tha donatori Tahir Shabani, duke shpresuar që katedra e frëngjisjes në Universitetin e Tetovës të pasurohet edhe më shumë me literaturë frankofone. Uroj që frankofonia triumfoj dhe të vazhdoj me seksionet e saj edhe në Universitetin e Tetovës, që studentë shqiptarë të vazhdojnë në kodët programit Erasmus, përfitojnë programit e frankofonisë. Qëllimi jonë është që shumë është human edhe njerëzor që katedra e frankofonisë të pasurohet me letërsi, që përmes letërsisë frankofone dimensionet e tyre akademike universitare të pasqyrojnë përmes letërsisë se çdo gjë nuk është formë elektronike, se libri ka gjitha vlerat dhe mbetet vlerë pazavendësueshme tek lexuesit, sidomos se studentët. Me këtë rast, falenderoj dhe presidentin e Parlamentit të Gjenevës, mikun tonë shenjtë Erik Levra, në pamundësit ishte fizikisht sot në Tetovë, për kontribut veçantë që ka kontribu, edhe po vazhdon të kontriboj. Uroj që në të ardhmen dëgjerojmë edhe me botime tjera akademike, që të pasurohen bibliotekat, pasurohen ambientet, dhe të krijojmë mundësit që në të ardhmen të joftojmë përsëri të ktheheni Gjenevës me konferenca ndërkombëtare, një akademik i shkëlqyer, një guvernator, një drejtues i Universitetit të Tetovës. Për neve është nder nga Prishtina, Tirana, Troja shqiptare dhe Gjeneva kosmopolite me diplomacinë botërore. Ky lajm thekson rëndësinë e bashkëpunimit dhe investimit në arsim, duke vënë në pa kontributin e Tahir Shabanit në pasurimin e literaturës në gjuhën frënge në Universitetin e Tetovës. Dhurimi i librave shihet si një hap i vlefshëm për avancimin e dijes dhe mbështetjen e studentëve dhe stafit akademik. Njëkohësisht ai reflekton përkushtimin dhe promovimin e frankofonisë dhe zhvillimin e mëtejshëm të studimeve në këtë fushë në universitet.